Është dyfishuar pagesa mujore bazë për fëmijët me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeç. Masa përfshin të gjitha kategoritë e përfituesve, ndërsa në Shkodër nga kjo mbështetje përfitojnë 432 fëmijë. Duke filluar nga data 1 korriki 2026, dyfishohet pagesa mujore bazë për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar deri në moshën 18 vjeç. Kjo masë përfshin të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar, përfshirë edhe personat e vlerësuar sipas skemës të biopsikosocialit, por gjithashtu edhe personat e verbër, si dhe personat me status paraplegjik dhe tetraplegjik. Përfitues në qarkun mbi ndryshimet e fundit të ligjit, ne kemi mbi 432 përfitues. Një tjetër ndryshim lidhet me heqjen e kontrollit periodik vjetor mjekësor për personat e vlerësuar me afat mbi 1 vit nga skema biopsikosociale, duke shmangur procedurat e përsëritura dhe duke ulur burokracitë. Me ndryshimet e fundit ligjore, hiqet detyrimi për kontrollin periodik vjetor mjekësor për personat që sigurisht janë vlerësuar me një afat mbi 1 vjeçar. Deri më tani, për hir të vërtetës, këta qytetar duhet të paraqiteshin çdo vit tek mjeku specialist për plotësimin e formularit të kontrollit vjetor dhe më pas ta dorëzonin pranë komisioneve tona shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar. Tashmë kjo procedurë nuk do të jetë më e nevojshme. Ndërkohë nga 1 tetori 2026 hyn në fuqi një risi për ndihmësit personal. Periudha e kujdesit do të njihet si periudhë sigurimi për pension dhe barlindje për të gjithë ndihmësit personal të personave me aftësi të kufizuara, duke zgjeruar një të drejtë që më parë aplikoi vetëm për disa kategori. Deri më sot, vetëm ndihmësit personal të personave me status paraplegjik apo tetraplegjik përfitonin periudhje në njohës së kujdesit si periudhë sigurimi, qoftë për efekt pleqërie, por gjithashtu edhe për efektet të përfitimit të barrlindjes. Me ndryshimet e reja ligjore, kjo drejtë zgjerohet për të gjithë ndihmësit personal të gjithë kategorive të personave me aftësi të kufizuar, përfshirë personat e vlerësuar sipas skemës sonë të biopsikosocialit, personat e verbër, por me kusht që ndihmësi personal të mos jetë ekonomikisht aktiv. Gjithashtu nga data 1 korrik është aplikuar edhe indeksimi i pagesave për përfituesit e kësaj skeme me 2.7% me qëllim ruajtjen e vlerës së përfitimeve.